Kjo video ka shkuar shumë virale sepse ata kanë përdorur një marifet që dhe ju mund ta përdorni tani. Ky truk quhet boshllëku i kuriozitetit. Çfarë dua të them me këtë? Ai tregon hukun me gishtin e tij dhe pastaj vë një video të famshme që ka qarkulluar në internet. Pra si shkoi kaq virale kjo video? Me pak aq mendim. Mori gjithë vëmendjen që i duheshe para se video të fillonte. Kur ju lexuat hukun, truri bë menjëherë kurioz për atë që thuheshe në video. Truri juaj hape për të mësuar diçka të re dhe më pas do të mbyll me informacionin e nevojshëm. Si kjo video e shumë këshilla të tjera se çfarë huke vizuale të përdorni, çfarë huke tekste, ku t'i përdorni, si të treshni atë vëmendjen, si të rrisni shikueshmërinë në videot e tuaja, pa ama dhe ti konvertoni në komente, në mesazhe, në klient, në ndjekës. Kjo është arsyeja pse unë bëra kursin e regjistruar mbi 23 orë, ku ju do t'i mësoni të gjitha dhe do keni mbështetjen time personale, plot në guida falas $500 vlera që do jepem vetëm për ju, vetëm që ju të rrisni biznesin tuaj nga zero në më shumë klient dhe pse jo ta çoni edhe global.